Sot ne themi Tirana është kryeqyteti i Europës Ballkanit, por në kohra tjera ka qenë Durrësi Europa e Shqipërisë. Dhe është e pamundur për mua ta imagjinoj që qytetarët e Durrësit, ata të cilët nuk ja shohin dot ngjyrën Partisë Socialiste, ata të cilët flamuri i partisë tonë i bën të acarohen si demi kur shef leckën e kuqe, duhet të shohin një ngjyrë tjetër. Duhet ta shohin shumë thellë një ngjyrë tjetër e cila na bashkon sot këtu dhe e cila ka bashkuar sot flamurin kuqezi me flamurin e Europës. Duhet shohin ngjyrën e detit që na lidh me Europën, që qëllon tjetë ngjyra e partisë tyre, por partia e tyre për momentin është në koma. Partia e tyre nuk jep e nuk merr. Dhe të presësh nga një parti në koma që të vrapoj është iluzion. Dhe për më tepër të mendosh që qytetarët dursak të mbeten peng pas një bufi kënete është trishtim.